Ndalu vllata puthi pushkën, ho, ndalu vllata puthi pushkën. Unë e kom pas babën burgosën politik, janë ardhë, na kanë qu krejt prej gjumit, me mitrolez, me ato shlemat, me ato që kanë pas. Nuk na kanë lanë me shku me e pa në burg. Unë kur e kom pa për herë të parë, e kom pa në Gorakoc, kur e kam pru 6 muaj para se me liru. Unë normal që e njofta se kisha pa në për foto non stop, ai mu nuk më njofti. Më tha nanës, tha, kush është kjo vajza? Tha, është Dafina. Du me nejt një herë të qaj deklarate jotja gjatë fushatës që ke për paltën tonë që the, po e përfacoj nufkën e Zotit Thaçi, kështu që apo na tregon pak. Çfarë lidhje ka Dafina me UÇK-n? Lidhja em është shumë e ngushtë, sepse për shembull baba gjithmonë prej që unë mojnë men, është marrë me çështje kombëtare, ka dhonë shumë për këtë vend, kështu që për ato është ajo, unë jam rritën që atë frym, dhe nuk muj me dal jashtë asajna. Po menoj që edhe fëmija jam tash kanë më rrit me atë frym. Ti pak para se me fillu intervistën, na tregove edhe një historie të shkurtër pak për babin tanë, e mu po më intereson me ditë pak ma shumë rreth çasaj historie, nëse nuk e ki të vështirë me nda me neve. Jo, asnjëherë, ajo është, unë jam krenare për ato. Unë e kom pas babën burgosën politik në vitin 85, kur unë veç 2 vjetë e gjysë isha. Edhe e majnë men se qysh ka qenë ajo kohë, qysh janë ardhë, na kanë qu krejt prej gjumit, me mitrolez, me ato shlemat, me ato që kanë pas, edhe paguxu me lëviz. Shumë pak e majnë men si kur në andër, po e majnë men. Dhe baba e me përmen shumë shpesh një fjallë që unë ja kom thonë në atë kohë, thotë, më ke thonë, babë, thotë, a janë Gjermanët këta, sepse kom pa filma Gjerman dhe kom menu ashtu. Edhe, thotë, baba atë fjallën e kujtej gjithmonë dhe thotë, kur jom shku nështë pe zgjati këtë pati. Jo, në përshulja. Kur jom shku, thotë, në burg të Mitrovicës, thotë, ka qenë një femën, thotë, që më ka thonë. Thotë, nuk e di, thotë, kush ka qenë një fëmijë i vogël, thotë, që ka qenë shumë i vogël, po ka folë shumë qartë. Edhe, thotë, gjithë shka kisha dhonë, thotë, si kur ta kisha pas një qasi fëmije. Edhe, baba i thash sigurisht që u ka qenë e jemja, është vajza jam e vogël. Edhe përmen shumë skena kur nuk na kanë lanë me shku me e pa në burg, fëmit si kanë lanë asnjë, përveç vllaja jam i madhe që ka qenë 16 vjetë, me nanën. Unë kur e kom pa për herë të parë, e kom pa në Gorakoc, kur e kam pru 6 muaj para se me liru. Edhe qysh ke ai takimi? Unë normal që e njofta se kisha pa në për foto non stop, ai mu nuk më njofti. Më tha nanës, tha, kush është kjo vajza? Tha, është Dafina. Atëherë, thëmë drejten, është shumë sarë që e tregoj është shumë edhemshme për mu. Mus me njoft fëmin tanë, dhe tregon baba edhe një pjesë tjetër në Mitrovica ka qenë, thotë, kur i kanë thonë, a keni kërkesa, thotë, po, thotë, unë e kam një kërkesë, thotë, edhe çdo herë pe bëj, thotë, që mi pa fëmin e mi. Thotë, jo, thotë, këtu nuk duhet me ardhë fëmija, se ka mitrolez, ka automatik, ka kjo, ka është kjo, tha baba, tha, qesha me ironi, tha i thash, pa harroni që me krejt këto, keni ardhë dhe më keni marë, edhe u konë vajza veç 2 vjetë e gjysë. Tha atëherë, me bërtima, me rahje, do më thonë, s'kan guxu as me folë, as me lypë fëmin e vetë. Është fëmin e mi për lypi, nuk jam të lypë të kërkujna. A është nështë kjo arsyeja që Dafina ka një lidhje që ka është veçantë me shkrer të ushtrisë lirimtare të Kosovës? Kjo është krejt, për që ato thash,
unë jam rrit me një frym patriotike në familje dhe ashtu kam vazhdu. Unë isha sot edhe fëmin e mi, dhe më thonë, gjitha i din edhe prej meje, sepse prindi mundët m'ja mësu mas pari, masanej tash nuk e kanë shumë vështirë se historia flet vetë e mësojnë edhe në shkollë. A menon që e mësojnë kush është Hashim Thaçi, kush janë Kadri Veseli, kush janë krejt, sepse ata janë histori. të folë me aq shumë dashuri për ta dhe për vendin tonë, unë po të më të pyet, a mos ka shku menja me au bu nai kong? Qoftë ushtrisë, qoftë këtyre që po flasim për ta. Në fakt, i kam 2 kongë që i kam po. I kam gati, veç edhe videoklipet hala se është koha për, do më thonë, e caktuar për videoklip, po shumë shpejt kanë me dalë. I ka shkrua Avni Qaili me shumë dashni edhe me shumë përkushtim, çka unë e kom lyp. Janë njëna prej tyne është për krejt ato nona, bëhet fjalë për krejt ato nona që i kanë pas djemt, burrat, këndo që e kanë pas në luft, dhe është kry lufta prap, do më thonë, po festojmë, por që ata nuk janë kthy hala. Edhe është tjetra për krejt ata që janë në Hagë. Nuk po thëmë na e zbulu në pjesë tekstit, po na e kongë patriotike e kështë pas vështirë me kënu? Jo asnjëherë, këto janë edhe patriotike edhe moderne, po që edhe vesh patriotike pa probleme kënaj. Bile edhe vesh ma mirë. Dalu vlla e ma je pëdorën, Skënderbeu t'jan djej aromën, ja ki hap pranverës rrugën, dalu vlla ta puthi pushkën, dalu vlla ta puthi pushkën.